Lufta me flakët në Lur vijon prej më shumë se 24 orësh. Prej më shumë se 24 orësh vijon betejë me flakët në masivin pyjor të Lurës. Raportohet se rreth 260 forca ndodhen në terren, mes tyre punonjës të Bashkisë Dibër, emergjenca civile, shërbimet zjarfikse, forcat e ushtrisë dhe policia. Drejtori i administratës së zonave të mbrojtura Dibër, Leonard Topuzi, thotë se prej më shumë se 24 orësh po punohet me forca të shumta për vendosjen e zjarrit nën kontroll, ndërsa terreni i vështirë malore bën të vështirë ndërhyrjen e mjeteve dhe zjarfikësve. Në ndihmë të operacionit kanë mbërritur edhe 2 helikopter, të cilët po ndërhyjnë nga ajri për shuajin e vatrave të zjarrit. Gjatë natës forcat në terren kanë vijuar punën pa ndërprerje. Sipas Topuzit, bashkë me punonjësit e Bashkisë Dibër dhe kryetarin e Bashkisë Rahim Spahiu, është bërë e mundur mbrojtja e 5 banesave, si edhe 2 staneve blegtorale, ku ndodheshin rreth 400 krerë bakti të imta. Operacioni për shuajin e zjarrit vijon, ndërsa forcat në terren po punojnë për izolimin e vatrave dhe parandalimin e përhapjes së mëtejshme të flakëve.